Kemi nisur tani të kuptojmë edhe ëndrat e Xhibanit dhe Joz Markut, aty brenda shtëpisë, tek thonin që më kishin parë në ëndrat e tyre, bjond me flokë të shkurtra dhe me një person tjetër që më mbështillte. Tani unë e kuptoj pak a shumë këtë tentativën për të më parë në situata të tilla të meshkujve shqiptar, por fatkeqësisht nuk qënkër kam unë, por që yje çunat, shumë të bukur, shumë të lezetshëm. Një video profesionale, uroj që një ditë videot e mia intime të kenë atë kualitet dhe cilësi, që sa kam dalë nga Big Brother, realisht kam thënë, po si se bëra njerë një video kështu unë. Po, i njoh videot e mia nuk janë në atë kualitet aq të mirë. Gjithsesi, shijojeni për aq kohë sa mendoni që jam unë në atë video. Për pak do ju tregoj edhe si kam shirë tatuazhet dhe që jam aq pa tatuazhe në atë video. Dhe nëse keni një pyetje tjetër, më thoni paraprakisht që të sajoj një përgjigje, se në fund ditës duhet të pyesni pornostarin që ndodhet në video, që për fatin tuaj të keq nuk qenë kam unë. Ju dërgoj puthje.